Pse një familje e ardhur duhet votoj për ne? Pse një familje e zbritur në Tiranë gjatë gjithë këtyre viteve në kërkim të Amerikës, ëndrave, shpresave, nga Tropoja, Kuksi, Dibra, nga Dibrazhdi, Skapari, e me radhë, nga veriu, nga jugu, duhet votoj për ne. Sepse një familje ardhur tiranase që jeton sot në shtëpinë e ndërtuar me sakrifica që vetëm ata mund t'i tregojnë, nuk mundet më t'jetoj si peng i Saliut e i politikës së vjetër e të pabes, të premtimit, të stërdhën e të stërshkelur legalizimit, ndërkohë që ne jemi e vetë një rrugë që shtëpitë e tyre të legalizohen, ne jemi e vetë një rrugë që shtëpitë e tyre të rrethohen me rrugë shtruara, me mbjella, me ndriçim publik, me kopshte, qerdhe, shkolla, me qendra sociale. Ne jemi e vetë një rrugë që ata të kenë ujë. Ne jemi e vetë një rrugë që zonat informale të kthehen në zona rezidenciale, duke u dhënë mbrapsht 100 fish investimin që ata kanë bërë për shtëpinë e tyre dhe duke e rritur 10 fish vlerën atyre shtëpive. Ne jemi e vetë një rrugë. Pse cili do që i thot vetes intelektual duhet votoj për ne? Sepse duhet jetë në krah të pedagoges kurajose të inxhinierisë ndërtimit dhe jo në krah të ish spionëve të regjimit të Verotës, shërbëtor të gjitha regjimeve. Njerëz të cilët nuk e kanë për gajle të i bëhen buroj një kandidati me cilin Saliu ka fyer Tiranën, një kandidati me cilin Saliu i ka bërë qytetarisë dhe shoqërisë sonë në mes të Europës një karshillok që në asnjë vend normal, jo në Europë, po në botë, s'do të guxonte ta bënte kush. Duke i dhënë si alternativë për të drejtuar kryeqytetin një njeri që sot minimalisht nuk do të merrë më me politikë për përgjegjësinë e 8/3 për vrasjen e 4 qytetarëve të pafajshëm. Saliu ka fyer Tiranën me atë hije të tijën, por jo vetëm Tiranën. Le ta themi se sot na dëgjon gjithë Shqipëria. Ka fyer Durrësin, duke i dhënë si alternativë për ta qeverisur qytetin e amfiteatrit të Lashësisë një ignorant që nuk di ku është varri i Ismail Qemalit dhe që u premton tursakve se do përmirësoj cilësinë e diellit. Saliu ka fyer jo vetëm Tiranën e Durrësin, po mbar qytetarinë shqiptare, sepse ka fyer dhe Korçën. E dini çfarë ka
si krenarin e kurikulumit të tij, kandidati Saliut Goç, fakti që bënte qofte për Ridvan Bodën. Një qofte qi për Korçën, një njeri që ndron bëhet kryetar bashkie, se do të zërë bulevardin Republika për para kioskës tij për të shitur qofte dhe bira Korçë. Po, megjithatë, këta të tre i ka gjetur mes veti atje, në oborrin e tij, ndërkohë që një fyrje dhe më të rëndje ka bërë Elbasanit, se ka marrë një matrapas nga oborri i Ilirit. Një matrapas që quhet durim, po me durimin s'ka durim, dhe qytetarët e Elbasanit do t'ja kthejnë ashtu se të meriton Saliut, Ilirit, sepse gjithë Shqipëria do t'ja u kthej njësoj, sepse ashtu e meritojnë. Një koalicion turpi që turpron Shqipërinë, që turpron qytetarin, që turpron çdo prind e çdo familje që kërkon me plot drejt nga politika tjetë vendi ku t'jej shëmbujt për fëmijët e tij. A imagjinoni dot një prind që thot kur të rritet djali im duhet bëhet si Iliri? Edhe parafytyroni një nën që i thot fëmijës të keqen mami, duhet bëhesh si Saliu kur të rritesh. Dhe duke e mbyllur me pjesën e fundit kësaj fjale, dëshiroj të dashur miq, t'ju them ju dhe të gjithë atyre që na ndjekin, që deri në 8 maj të trokisni derë më derë. Deri në 8 maj t'i bini telefonave të shokve, të miqve, të afërmve, të flisni me komshinët, të flisni me njerëzit e lagjes dhe t'u kërkoni t'ju bashkohen në demonstratën e madhe popullore për para kutive të votimit, ku me vot do të shprehet vullneti sovran i krye qytetit të shqiptarve, i qytetet të Shqipërisë, i komunave të këtij vendi që meriton të çlirohet nga kthetrat e kustarisë, që meriton të çlirohet nga kthetrat e papunësisë e të padrejtësisë dhe të shkojë përpara në të vetmen rrugë. Asnjë frikë, asnjë troje, asnjë merak, shantazhet, presionet, kërcënimet i bëjnë ata, e dini pse? Sepse Saliu ka çdo orë më shumë frikë dhe nuk ka faj. Nuk ka faj. Është frika e atij që di, jo vetëm që ka bërë shumë pa udhësi, por di dhe që të tjerët e din atë që ai di. Prandaj i trembet votës si djalli i Temjanit. I trembet votës sepse vota është magjia e demokracisë që shbën çdo lloj forme të papranueshme qeverisje dhe çdo lloj karikature në qeverinë e një vendi që nuk e pranon dot të sundohet nga ata që nuk e lën zgjedh, por që mirë qeveriset nga ata që zgjedh.
As mos u shqetësoni fare. As një lloj troje, as një lloj miraku. Vota është e fshehtë. Kërkush nuk pa kontrollon dot. U a them të në punësve, u a them mësuesve, mjekëve, u a them policëve, u a them ushtarakëve, u a them të gjithë atyre që Saliu kërkon t'i mbaj lidhur me bukën e gojës. U a them të shkojnë në kutitë e votimit dhe të votojnë të lirë për veten e tyre, familjen e tyre, atëheun e tyre. U a them edhe demokratëve të zakonshëm, njerëz të urtë të ndershëm, të votojnë për ta çliruar flamurin e idealeve të djetorit. Flamurin e lëvizjes që çliroi Shqipërinë nga diktatura. Flamurin që Saliu e ka bërë thes për paratë e kusarisë dhe shkop për mësuesit, për mjekët e për nëpunësit. Thyja një shkopin Saliut me vot, me një hakun që u takon me vot, shkruaj një historinë e qytetit dhe të vendit tuaj me vot, jepuni fëmijëve tuaj një ardhme me vot. Dhe jeni të sigurt se ne jemi këtu për ta respektuar votën tuaj, duke mbajtur një për një angazhimet e paktit ton qytetar. Fitore, fitore, fitore!